Atëherë gjatë mesditës djeshme është marrë njoftim për një vatër zjarri në landfillin e Bushatit. Me njëherë janë paraqitur forcat zjarr fikse të Bashkisë së Vllëdhenjës, me pas kanë marrë pjesë në operacion edhe forcat zjarr fikse të Bashkisë Shkodër, Lezhë, Kamës dhe Tiranë, të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Era dje ka qenë me intensitet lartë, e cila ka ndihmuar edhe në përhapjen më të shpejtë të zjarrit. Sipas verifikimit nga kamerat mbikëqyrëse duket se zjarri nuk ka qenë i qëllimshëm. Kompania përgjegjëse për landfillin ka kontaktuar edhe firmat e zonës të cilët kanë sjellë kambion edhe eskavator që të bëjnë të mundur izolimin e vatrave. Banesa nuk rrezikohen. Shpresojmë që gjatë ditës sotshme të bëhet e mundur shuarja e zjarrit. Toksike. To s'na bëhet gjë si sa më shumë. To ka kry punë këtë vend. Nëse nuk menaxhohet mirë landfilli, këto kena kry punë. To çdo lloj bimet nuk bëhet. Çdo lloj perimet, se kam një serë të vogël, vetëm serë në plasmas mund bëjnë, asnjë lloj bime tjetër nuk bëjnë. Situata është menaxhu shpejt. Por këtë rallë o bën noti e madhe. Nëse vazhdon kështu, ky vend ka marrë punë. Unë kam mjallë perimet, po perimet mi kap smunja. Pri kuj, pri notjes. Na i këtë problem kena. As mund të hëm perime, hardhijat marojnë komplet, që me tonë tjetër. Me në gjenaja vedin, me kenen me jetu i to. Si jetën, po me vazhdu i shto, i kam thonë e burrit tem, no vazhdofti shto, unë do t'iku të vajzën në Itali. Në këtë danë s'kena që me po mo.